Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një gjë të veçantë, diçka të veçantë dhe doja ta ndaja me ju. Nuk e di a e keni përgatitur ndonjëherë vajin e rigonit në shtëpi. Është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe duke qenë që ka shumë vlera, është një thesar i vërtet për sistemin ton imunitar, ndaj qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një vazo qelçi do shtojmë rigon të thatë dhe vaj ulliri. Gjysmën e vazos do ta mbushim me rigon dhe pjesën tjetër me vaj ulliri, duke shtuar pak e nga pak dhe duke e përzier, pasi do shihni që rigoni e përthith pjesën e vajit dhe do duhet që të shtoni akoma edhe më shumë. Do të duhet ta përzieni shumë mirë derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme dhe i gjithë vaji të ketë zbutur masën e rigonit. Do ta mbyllim dhe do ta ziejmë në banjumari, pra në ujë të nxehtë. E vendosim aty dhe në temperaturë shumë të ngadaltë do ta lëm për rreth 20-30 minuta. Kjo bën të mundur që rigoni të zbutet dhe të lëshoj vlerat e tij. Do ta lëm kështu për 4 javë në vend të freskët dhe të mos e kap drita e diellit. Këtu jemi pas 4 javëve dhe do ta akullojmë. Unë ju sugjeroj që të merrni një nap ose një copë të pambukt, pasi kullesa do lëshoj grimca rigoni dhe vaji nuk do të jetë aq i pastër. E kthejmë të gjithë vazon, kullimi duhet të bëhet me kujdes, pasi rigoni ka mjaft vaj të përthithur dhe duhet ta shtrydhni me ndihmën e duarve të gjithë masën në mënyrë që të mos mbes asnjë pikë dhe të mos humbisni asnjë pikë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi e kemi kulluar shumë mirë, do ta ruajmë në vazo qelçi dhe pas kësaj ruhet në frigorifer. Vaji i rigonit është i fuqishëm dhe përdoret me pika. Unë në përshkrim do lë shënim të gjithë dhe nëse keni pyetje mund të më shkruani në koment. Gjithashtu të doja të mësoja nëse ju keni ndonjë mënyrë tjetër të përgatitjes, mund ta ndani me ne në koment. Faleminderit.